Ndërkohë, Ilir Proda është shkarkuar nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit sipas burimeve me një vendim marrë po ditën e sotme nga kryeministri Edi Rama. Në vend të Prodës është komanduar një herësh zëvendës i tij, Sokol Bizhga, i cili merr përkohësisht drejtimin e institucionit. Paralelisht nga detyra është larguar edhe drejtori i policisë së Tiranës, Elton Alushi. Largimet vijnë një ditë pas protestës së dhunshme të opozitës në kryeqytet, ku regjistruan përplasje të forta mes protestuesve dhe forcave të rendit, si dhe hedhjes së molotovëve dhe lëndëve piroteknike. Gjatë marshimit, protestuesit sulmuan edhe godinën e ish-diktatorit Enver Hoxha, ku aktualisht qëndrojnë artistë ndërkombëtar. Objekti u përfshi nga flak për disa minuta, ndërsa ndërhyrja e zjarrfiksëve shmangi edhe përhapjen e mëtejshme të zjarrit. Kryeministri Edi Rama vizitoi rezidencën e artistëve ditën e sotme, duke e cilësuar sulmin si një akt barbar dhe një llosje për imazhin e vendit. Sipas burimeve, performanca e policisë në menaxhimin e situatës dhe mbrojtjen e objektit është vlerësuar si e pamjaftueshme, çka ka çuar në shkarkimin e Prodës dhe Alushit.